Paraditja e SHN-s ka shënuar nisjen e procesit stërvitor të ekipeve të Akademisë së Futbollit Vllaznia për sezonin e ri, i pranishëm në fushën e stadiumit të Shqipërusi, i cili është shtëpia e ekipeve të Akademisë Vllaznia në ditën e parë, ishte dhe drejtori i Akademisë Alban Hasani. Fëmijët janë po ato, lojtarët janë po ato, kemi pas shumë kërkesa, me thënë drejtën si çdo vit tjetër, kanë pjesë e Akademisë. Dhe këtë javë kemi javën e seleksionimeve që do zgjidham gjithë lojtarët që do të jenë pjesë e akademisë tonë për këtë vit, vitin 2026-2027. Shpresojmë përfitimin më mirë se vitin tjetër, se çdo vit kemi përfitimet tona. Jam i bindur sepse ekipet që janë këtë vit, të U19, 17, 16, dhe U15 dhe 14 janë brez shumë i mirë dhe jam i bindur se do jemi shumë më lart se viti tjetër. Krahas kontingjentit të sezonit të kaluar, ekipet e Akademisë Vllaznia pritet të freskohen edhe me elemente të tjerë, për të cilën drejtuesit kanë nisur fazën e seleksionimeve. Akademia Vllaznia është hapur për çdo fëmijë, jo shkodran, por edhe jashtë saj, sinqerisht kemi pas shumë kërkesa nga jashtë, nga Gjermania, Anglia, Italia, si janë bërë pjesë e seleksionimeve. Shpresojmë janë ndjem Shkodrës që kanë dëshirë me shfalin e Vllaznisë dhe dyert e akademisë janë të hapura për këtë vit që të jenë pjesë e jona dhe këtë anë çdo fëmijë të realizojmë çdo fëmijë si jashtë Shqipërisë dhe ka dëshirë me kontribu për akademinë tonë. Akademia është 7% është e plotësuar, sepse janë lojtarë me vite këtu dhe lojtarë të mirë për zgjallur dhe për me kënë pjesë akademisë do të kesh cilësi më të mirë se këto që janë aktualisht dhe jam i bindur me atë që kanë bërë edhe nga akademitë e tjera që kanë një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Me gjithë akademitë me Akademinë e Shkodrës, Dilmin, shumë ekipe tjera, besoj që do të jenë lojtarë më të mirë që Vllaznia për konkurrent për vitin tjetër. Në vijim drejtori Hasani bën të ditur se përvoja pozitive e nxjerrjes së talenteve që furnizojnë ekipin e parë do të jetë prioritet i punës edhe për sezonin e ri sportiv. Akademia Vllaznia është pjesë e saj në ekipin e parë. Sot më të jeni gëzuar se janë 12 lojtarë të pjesë e Akademisë Vllaznia në ekipin e parë. Ka firmos dy vëzë Dedej, presim 2 lojtarë tjetër firmosin, do ta shohim në stafi teknik e ekipit të parë. Ne kemi për detyrë me bërë furnizimin për ekipin e parë dhe gjithmonë vulen janë ata që japin edhe detyra jonë t'ja bëjmë atë njën. Më kësën fakti jo vetëm Akademia Vllaznia, por çdo ekip i Super League, do të Dinamoja, Gnatia, Durrësi, Partizani janë lojtarë që janë pjesë e tyre, janë pjesëtarë të Akademisë Vllaznia, që sot përlosin edhe në Europë. Akademia e Futbollit Vllaznia do të përfaqësohet në sezonin e ri sportiv me 8 ekipe, në krye të cilëve do të jenë trajnerët Arben Përmeza i U9, Safet Osja dhe Florin Bardulla tek 11 vjeçarët, Ylad Pirani tek U13, Malvin Meçarovi dhe Xhengiz Bandula tek U14, Edmond Doçi tek U15, Valdano Nimani dhe Ardit Mesi tek 16 vjeçarët, Haris Dalipi dhe Ivo Shestani tek U17, si dhe Haris Liga së bashku me Khaled Hoxhën në ekipin e 19 vjeçarëve.